Çfarë bën vërtet një menaxher të jetë i shkëlqyer? Sot do të zhbllokojmë mjetet thelbësore që e shndërrojnë një leadership të mirë në një leadership absolutisht të jashtëzakonshëm. Dhe ja ku e kemi. Kjo ide e vetme është themeli i çdo gjëje. Produkti vërtet i një menaxheri nuk është puna që bën vetë, por performanca dhe rezultatet e të gjithë ekipit të tij. Pra si arrihet maksimizimi i produktivitetit të ekipit? Po, për këtë, çdo menaxher ka nevojë për një set mjetesh të fuqishme. Dhe pikërisht këtë do të ndërtojmë sot. Le të fillojmë me mjetin më kritik, atë që vendos gjithçka tjetër, mjetin që kontrollon se kush hyn në ekip dhe, po aq e rëndësishme, kush qëndron aty. Ky citat e thot shumë troç, apo jo? Punësimi i njerëzve është një detyrë jashtëzakonisht e vështirë dhe me rrezik shumë të lartë. Por është një detyrë që nuk mund t'i shmangemi. Atëherë, pyetja e madhe është kjo. Si arrin të kuptosh gjërat thelbësore për një kandidat kur ke vetëm 1 orë kohë në dispozicion? Çelësi është të kesh një strukturë të qartë. Kjo tabel na tregon saktësisht se si. Duke bërë pyetje specifike, mund të zbulosh 4 fushat kryesore: aftësitë teknike, performancën e mëparshme, çfarë kanë mësuar nga dështimet dhe vlerat e tyre të punës. Dhe mbani mend këtë shifër, 80%. Për 80% të kohës duhet të flas kandidati. Por kujdes, kjo nuk do të thotë që menaxheri thjesht rri pasiv. Përkundrazi, detyra e menaxherit është të drejtojë me mjeshtri bisedën për të marrë saktësisht informacionin që i nevojitet. Le të jemi të sinqertë, edhe me procesin më perfekt në botë, prapë mund të bësh një gabim katastrofal. Qëllimi nuk është të jesh i pagabueshëm, por thjesht të rrisësh shanset për të pasur fat. Tani, le të shohim anën tjetër të medaljes. Çfarë ndodh kur një punonjës i shkëlqyer kërkon të largohet? Janë vetëm 5 fjalë, po për çdo menaxher, kjo fjali, a ke 1 minutë kohë, është ndoshta gjëja më e frikshme që mund të dëgjosh nga një antar i vlefshëm i ekipit. Dhe mënyra se si reagon në ato sekonda të para është absolutisht kritike. Pra, çfarë duhet bërë? Hapi i parë. Lëre çdo gjë tjetër. Tregoj se ai person është prioriteti. Më pas, ulu me të dhe thjesht dëgjo. Lëre të thot atë që ka përgatitur pa e ndërprerë. Dhe gjëja më e rëndësishme, mos u përpiq të zgjidhësh gjithçka aty për aty. Fito kohë. Qëllimi nuk është të fitosh betejën menjëherë, por të sigurohesh që nuk e humbet luftën që në sekondën e parë. Mirë, mjeti numër 2. Tani do flasim për busullën e performancës. Këtu do shohim se si paratë dhe promovimet nuk janë thjesht shpërblime, por janë sinjale teje të fuqishme për gjithë ekipin. Kjo lidhet me një koncept kyç. Për shumicën e menaxherëve, paga nuk është thjesht për të paguar faturat. Ajo bëhet një masë, një metrike vlerës dhe performancës së tyre në një mjedis konkurrues. Dhe ja si përkthehet kjo në praktik. Sa më lart ngjitesh në hierarki, aq më e madhe duhet të jetë përqindja e pagës që varet nga performanca. Për një menaxher të nivelit të mesëm, mund të jetë 10 deri në 25%. Për një menaxher të lartë, mund të shkojë deri në 50%. Kjo e bën sinjalin edhe më të fortë. Në thelb ka 2 ekstreme për administrimin e pagave. Nga njëra anë, paga e bazuar vetëm tek eksperienca, e lehtë, e parashikueshme, por mesazhi që jep është performanca nuk ka aq rëndësi. Nga ana tjetër, paga e bazuar vetëm tek merita. Kjo është e vështirë, por inkurajon performancën. Shumica e kompanive përpiqen të lundrojnë diku në mes. Kjo na çon te promovimi dhe te i famshmi parimi i Peterit. Por le ta shohim ndryshe. Ky nuk është një dështim, është një cikël krejt natyral. Fillon një punë, performon mirë. Me kalimin e kohës bëhesh edhe më i mirë dhe te kalon pritshmërinë. Dhe çfarë ndodh? Promovohesh në një rol më të vështirë. Natyrisht performanca jote kthehet në nivelin përmbush kërkesat. Kjo është thjesht rruga e një njeriu ambicioz drejt sfidave gjithnjë më të mëdha. Dhe tani, mjeti i tretë dhe i fundit, që ndoshta është më i fuqishëm nga të gjithë. Po flasim për trajnimin ose siç e quajmë këtu, shumëzuesi i aftësive. Pse? Sepse kthe një investim fare të vogël të kohës së menaxherit në një fitim absolutisht masiv për të gjithë ekipin. Dhe nëse dikush dyshon për rëndësinë e trajnimit, mjafton të shohë këtë shembull. Një operator i vetëm i patrajnuar shkaktoi një humbje prej $1 milion. Pra, kostoja e mos trajnimit është shumë reale dhe shpesh shumë e lartë. Shikoni pak të numër 200. Një menaxher që i kushton vetëm 12 orë kohës së tij për të trajnuar ekipin, mund të gjenerojë plot 200 orë punë të përmirësuar nga një ekip. Flasim për një kthim investimi, thjesht fenomenal. Por ka një kusht. Menaxheri duhet të jetë vetë mësuesi.
kjo nuk mund të delegohet. Pse? Sepse ti e di se çfarë ndodh realisht në terren. Ti je modeli që ekipi ndjek. Ti siguron që trajnimi të jetë një proces i vazhdueshëm. Dhe sinqerisht, të mësosh të tjerët, të detyron edhe ti vetë të thellosh njohuritë tua. Dhe mos mendoni se është diçka e komplikuar për të nisur. As pak, mund të fillohet me 4 hapa fare të thjeshtë. Së pari, thjesht pyet ekipin çfarë keni nevojë të mësoni. Pastaj, krijoj një skicë të thjeshtë, zhvilloj një kurs pilot me disa anëtar me përvojë për të marrë sugjerime. Dhe së fundi, përsërite dhe përmirësoje. Pranoje që hera e parë nuk do të jetë perfekte. Kaq e thjeshtë. Pra, ja ku jemi. Seti i mjeteve është gati. Kemi 3 instrumente thelbësore që çdo menaxher duhet i ketë në dorë për të arritur një leadership të vërtetë. Le ti përmbledhim shpejt. Mjeti numër 1, filtri njerëzve. Punso me kujdes, mbaj talentet më të mira. Mjeti numër 2, busulla e performancës. Përdor pagën dhe promovimet si sinjale të qarta. Dhe mjeti numër 3, shumëzuesi aftësive. Investo kohën tënde personale në trajnim sepse kthimi është i jashtëzakonshëm. Këto të treja së bashku janë thelbi i menaxhimit me ndikim të lartë. Kështu që, në fund të ditës, gjithçka përmbledhet në një pyetje të thjeshtë. Duke parë këto 3 mjete, cili prej tyre do të jetë i pari që do të preni? Të menduarit për këtë është hap i parë për të bërë një lider vërtet efektiv.